إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shikues të nderuar, vëlla i dashur Esmerald, vazhdojmë me leksionet tona në mësimin e leximit të Kuranit. Këto e kam pa të arsyeshme, e shoh shumë të rëndësishme me shpjegu dallimin mes hemzës dhe elifit. Shiko, këtu e kemi elifin edhe hemzën. Kur që fillon fjala, thonë shumë herë e vendosin vetëm elifin, e vendosin mbi to me fetha, damma apo me kesra, nëse kjo është gabim. Pse tash dallimi mes elifit dhe hemzës do të shpjegojmë tash këto. Fillimisht do me kuptu, se siç kemi tregu, sipas mendimit më të saktë, hemze, do thonë duhet të merret parasysh si germ, ajo është germ, po të llogaritet në alfabetin arab si shkruajnë si germ veti. Është germ prej germave të plota apo të shëndosha. Ndërsa elifi, siç e kemi pa edhe në shembuj, është thjesht një, praktikisht si tingull, thjesht një zgjatim. Prandaj edhe konsiderohet prej germave të dobta, harfun alil. Prej germave të dobta apo të smura. Do të thonë fillimisht këtë dallim duhet me bë. Pastaj duhet me ditë se prej dallimeve e kanë edhe vend artikulimin, do të vendalja e germës, ku del tingulli, kur e shqiptojmë, do të thonë e kanë të ndryshëm. Vend artikulimi i tingullit hemze, do të thonë i shkronjës hemze, është në pjesën më të largët të fytit. Ndërsa vend artikulimi, do të thonë tek elifi, këtë e gjejmë në pjesën e brendshme të gojës dhe fytit. Dhe tash do ta shohim më detajisht. Ja këto e shohim hemze edhe he, vend artikulimin e kanë në pjesën më të largët të fytit. Prej atje del ky tingull. Apo he. He. Do thonë në pjesën vendin më të largët të fytit. Ndërsa aja e gjatë, do thonë fetha, apo dhe uja edhe ija e gjatë, do thonë këto kanë brendësinë e brendshme të gojës dhe fytit. Kjo është një zgjatim del prej këto. Për shembull, kur thomi feme, ky zgjatim, apo zanoria gjatë, tu tash po flasim për elifin, ky zgjatim përbëhet ose del vend artikulimin e ka këtu në pjesën e brendshme të gojës, do të el jauf, arabisht e thënë el jauf, edhe të fytit, sepse është zgjatim, apo? Kjo është dallimi i dytë, do të thonë edhe vend artikulimin, vendaljen e germës ose tingullit e kanë të ndryshëm. Elifi dhe hemzeja. Prej dallimeve po ashtu që i kanë, hemze mund të vjen në fillim të fjalës, në mes të fjalës, po edhe në fund të fjalës. Ndërsa elifi nuk ka mundësi kur asnjëherë me ardhur në fillim të fjalës, por se vjen vetëm në mes apo në fund. Edhe këto shembuj i kemi lexuar, shumë shembuj i kemi pa se vjen në fund apo në mes, e asnjëherë në fillim. Sepse në fillim sepse elifi gjithmonë, tash vim te dallimi i arshëm, e ka një sukun. Do thonë është mbi të është një sukun. Ndërsa asnjëherë në gjuhën arabe, do thonë është rregull se fjala nuk mund të fillon me sukun. Ajo fillon gjithmonë ose me kesra, ose me fetha, ose me damme, do thonë me zanore. Apo dhe prandaj elifi nuk ka mundësi, është aq e dopt, nuk ka mundësi me bart as fetha, as damme e as kesra, se është e dopt, është harfun alil, është germ e smur, nuk ka mundësi me bart. Prandaj edhe e shohim në për shembuj, gjithmonë kemi hemzën, edhe gjithmonë kanë potencu se duhet në ato shembuj që kanë ardhur në elif, që kanë ardhur ato shembuj, kanë qenë pa hemze, apo ndërsa kam thënë se duhet patjetër me pas hemze. Hemze është ajo është hemza e cila e bart fethan, kesrën apo dammën, apo edhe sukunin. Prandaj hemze është prej shkronjave që mund t'i mbaj zanorët a, i, u, do thonë fetha, kesra, damme, apo sukun. Ndërsa elifi është thjesht zgjatim dhe nuk ka mundësi me i bart as fethan, as kesrën, as dammën. Ajo është mbi të është një sukun, ajo është me sukun. Prandaj tek elifi shkronja paraprake është gjithmonë e hapur me fetha. Edhe nuk është në fillim të fjalës. Në asnjëherë nuk ka mundësi me ardhur në fillim të fjalës. Këto janë pra disa dallime mes hemzës edhe elifit. Tash me lejen e Allahut Azza wa Jall
po i shohim praktik disa shembuj, disa shembuj çysh vjen hemzeja, rastet e hemzës edhe rastet e elifit. Fillimisht rastet e hemzës. Shiko, rastet e hemzës janë këto. Mundet me ardhë kështu, po shef në fillim, sidomos në fillim, çysh vjen me fetha, me kesra, me damme, ndërsa me sukun nuk ka mundësi fillim me ardhë, sepse në gjuhën arabe nuk ka mundësi fjala me fillu me sukun. Apo, rëndë këtu e kemi shembull gjithmonë në mes ka mundësi me ardhë. Apo? Po. Si këto për shembull në mes mundet me ardhë. A ke mundësi me lexu vëllai nderuar? Po. Këtu. Këto shembull i kam marrë nga Kurani, familjarët. Lexoj këtë. Ata'na. Ata'na. Këtu. Ilejke. Këtu. Unzile, mirë, këtu. Ra'sihi. Këtu. Ra'sihi. Tek sukuni e dim që është një qëndrim, sukun, qetësi, apo? Po. Ra'sihi. Mirë. Ka mundësi edhe të vjene në këtë formë, do thonë mbi wow, kur e kemi përpara damën. Varësisht, do të vjen kur është në mes të fjalës, kur vjen do thonë hemzeja në mes të fjalës, apo? Tash është varësisht zanarës. Ajo e merr pastaj formën mbi shkronjë. Këtu kur e cekmi mu'minun, shiko tash. E kemi damën këtu apo? Damën. Edhe damës i përshtatet wawi. Prandaj edhe ka ardhur hemzeja mbi waw. Ç'i lexohet këtu? Mu'minune. Që këtu hemze është me damme, shef? Me damme. Prandaj i përshtatet me ardhmë mbi waw. Abnaukum. Mundet me ardhë në këtë formë, shikoni në këtë formë me damme, okay? Këtu e kemi. Shikoni këtu tash. Fi'atan. Mirë. Ose në këtë formë. Mbi je shkruat këtu. Këtu. Lexoj. Nebbi. Vjen ose pastaj edhe në këtë formë menu apo kjo quhet hemzatul wasl alladhina që kur të lexojmë në Kur'an, do të thonë kur të lexojmë në Kur'an rrjedhshëm, atëherë duhet me lidh këtë dhe kjo ka pak muhabet pak më shumë, inshallah në të ardhmen kemi mundësi edhe për këtë me fol pak më gjatë. Pastaj rastet e elifit siç e dim, do thonë këtu i kemi lexuar, besoj që e din se çysh vjen elifi. Kemi pasur shembull ta kemi mundësi me lexu. Edhe këta shembull i kam marrë prej Kur'anit. Fazadahumu. Mirë. Pastaj këtu shpesh një vi, sidomos kur vjen pas germës e cila nuk lidhet, apo? Nësa kur vjen pas germës që lidhet, këtu do të thonë nuk ka dalë, duhet, do të thonë është një farë si lidhse, këtu lidhet, apo këtu me germën paraprake, është këtu elifi, për shembull, lidhet këtu. Lexoj këtë shembull këtu. Hajt komplet lexoj. Bima kanu. Edhe një herë? Bima kanu. Bima kanu. Mirë. Që edhe kënë këtë formë që shka ardha, shef elifi. Me rëndësi është elifi. Këto i kemi pru, i kemi sjell shembujt, i kemi lexu edhe më herët. Vetëm se ti shifni që mund të ardhë rastet e elifit apo edhe rastet e hemzës, pasi që po flasim për dallimin mes hemzës edhe elifit. I cekim, i përmendëm, i pam që vjen hemzeja, rastet e ndryshme, edhe tash po e shohim edhe që vjen edhe elifi. Prandaj këtu tash diçka ndoshta një mësim pak më i ri, el elif al maqsura, kështu vjen elifi, do kjo është një rregull pastaj në gjuhë, do të thonë që duhet me shiku në formën e tashme të foljes, më varet çysh e ka bazën, se e ka bazën wow, atëherë e ka pastaj vjen me, do të thonë me elif el memdude, nëse e ka bazën ja, atëherë vjen me elif el maqsura që ka ardhur këtu, do të thonë këtu është një ja e cila shqiptohet elif. Shef, këtu e kena një ja që shqiptohet elif. Po. Edhe këtu kemi ja, kjo konsiderohet elif el maqsura, kështu e quhet. Shkruhet ja apo lexohet elif. Po. Prandaj këtu
Që e lexojmë këtu, do të thonë e dim se kemi një elif që është zgjat, zanore, do të thonë elifi është zgjatim, apo? Po. Tash këtu që e lexon? Nada Jo, kjo elifi është me lidhet me del, apo me del, apo kupton? po. Do të thonë nada. Nada Më thash, no sikur se më kon elif, ajo vetëm se shkruhet je, apo lexohet elif. Aha, Shqiptohet elif. Këtu tash? do të thonë, po. Sa'a Mirë. Don çat dallimi që e ceka këtu, ndoshta tash nuk mundeni me kuptu, po s'ka lidhje, vetëm se më nënci është me pa formën. Po. Që po duket, nuk kjo është elif, i thon el elif el maqsura që shqiptohet apo shkruhet je. Po. Me një farvije të vogël vertikale që është mbi të. Po. Mbi je. Edhe një herë, shkruhet je apo lexohet elif. Nësa raste tjera klasike i dim, besoj edhe ti i Ose më mirë luan rolin e elifit, do më thonë, për shkronjën Jo, para kjo pake. është elif, kjo Po. është elif, ama vetëm se shkruhet kështu. Po. Shka rregulli gjuhësor që e ceka. Po. A kupton? Nada sa'a. Po. Besoj ishte qartë edhe këtu, do të thonë këtu janë rastet klasike që i njohim, vetëm se i kemi bërë dhe disa ushtrime më herët. Këto pra ishin dallimet mes hemzës dhe elifit. Besoj se ishte mësim i rëndësishëm. Inshallah keni kuptu ju mirë ti Esmeraldullah, a ke kuptu mirë? A ishte i qartë? Po, e qartë, ishte shumë e qartë. Allahu të shpërbleft, alhamdulillah. Allahu ju rujt, Allahu ju ndihmoft, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح